Në Muzeun Historik Kombëtar po vjen puna për transformimin e një institucioni modern dhe të denjë për ruajtjen dhe paraqitjen e trashëgimisë historike të vendit. Kryeministri Edi Rama ndau pamje nga kantieri i rilindjes së Muzeut Historik Kombëtar, duke cilësuar edhe si një thesar të rëndësishëm të turizmit kulturor. Pas një kohe të gjatë sfidash dhe dëmtimesh, përfshirë tërmetin e vitit 2019, Muzeu Historik Kombëtar është në fazë restaurimi, rikonstruksioni dhe muzealizmi. Kjo është ndërhyrja më e rëndësishme që po realizohet në këtë institucion simbolik në kuadër të programit EU4 Culture në drejtimin e UNOMS me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Në fazën e parë, punimet përfshin paketim dhe evakuim të artefakteve, konsolidim dhe përforcim strukturor, rinovim të fasadave dhe izolim të çatisë, instalimin e sistemit të monitorimit, restaurimin e fasadës me teknologji moderne, fibra kartoni dhe xhaketim kolonash. Ndërkohë faza e dytë e punimeve vijon me transformimin rrënjësor, që do të përfshijë shtesa nën-toksore dhe laboratore hapësira teknike, fasadën e brendshme prej xhamit dhe mbulesën ikonike, muzeologji bashkëkohore dhe mobilim tërësor. Muzeu Historik Kombëtar është një ndër muzeumet më të vizituara në Shqipëri. Projekti për restaurimin e tij është një operacion i jashtëzakonshëm, i udhëhequr nga Hollanda, mbështetur në analizën një skuadre profesionistësh të shkencave albanologjike.